horrifikuan, të merruan botën me krimet pa imagjinueshme, pa para gjëra atëherë sipas shumë vëzhguesve që kryen në lumë dhe kryesisht në fshatin Pobreg, por edhe në 32 komunitetet të tjera. Ky genocid i lumës ka kaluar i pa shqyrtuar, i pa vlerësuar, është i shkruar në gjitha traktatet për genocidin, po jo në historinë shqiptare, janë disa studios që kanë nxjerrë. Pas ti ishte masakra, genocidi i Tivarit. Shqiptarë të mbledhur, pa asnjë lloj fajt, veçse për etninë shqiptare, u dërguan dhe u vendosen para mitrolozave, kaluan territorin shqiptar, po meqense këtu ishte pjesëmarrëse edhe udhëheqja politike e Shqipërisë, paktën për kohën që kaluan mbi territorin, edhe këtë historia e Shqipërisë e mohon, e ignoron. Tani kemi të bëjmë me një zhvillim tjetër, kemi të bëjmë me genocid ciklik, po genocid për shqiptar ka dhe më para, por termi genocid ka lidhje me vonesë, edhe kualifikimi. Lexova listën e rrjedhshtuar nga parlamenti i Kosovës i të gjitha masakrave që janë kryer në Kosovë tek civilët. Nuk bëhet fjalë këtu për luftëtarët e vrarë, nuk bëhet fjalë për antarët e UÇK-s, sepse ata janë palë lufte dhe kanë bërë luftën e tyre. Por në këtë është në mënyrë persistente, është hera e dytë që Edi Rama urdhron grupin e tij parlamentar, anti-shqiptar vetaj, armik i shqiptarëve të Kosovës, që të mos votojnë. Por dënimi i genocidit është një detyrim për çdo njeri, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje, ti je i detyruar, sikur e thashë në parlament, edhe shqiptarët po ta kryejnë që s'ka ndodhur kurrë, duhet ta denoncosh. Nuk pranohet një krim i tmerrshëm siç është krimi i vrasjes tjetrit, vetëm se i përket një etnie tjetër. Nuk e pranojnë se lidhjet e tij me Vučićin janë tmerrsisht problematike, si për shqiptarët, për rajonin dhe për botën. Kjo që bëhet, e them këtu domethënë me që jemi, ky me intrigat e tij dhe me problemet e tij është një nga autorët e dramës së udhëheqjes politike të Kosovës. Përpiqet tani dhe do dilte kishte përgatitur fjalimin 1 orë. E kuptoni ju? Do fliste 1 orë. Por nuk del dot. E kuptoni tash, nuk del dot, arsye tjetër. Pse jo të gjitha pse do t'i bëjun publike. Po jam opozitë, po gjithë ditën bëj pse publike, po jo çdo pse. Ka kuriozitet. Ju pse mendoni që protesta e nesërme i dëmton liderët e UÇK? Po, bravo. Spari në princip. Unë nuk besoj kurrë se protesta është rruga për të kundërvur gjykatës. Ju vetë keni protestuar në gjykatë për proceset të Jo, Ambrozia, e kam theksuar. Edhe kur më kanë thënë, jo kam thënë. Asnjë ditë, asnjëherë, nuk kanë qenë protesta, konferenca shtypur. Absolutisht. Tuaj kanë protestuar. Jo, nuk kam protestuar, ta them me kështu me Njoftimet në drejtim të antarëve të PD-s ka qenë për protesta. Kanë qenë, po unë nuk kam lejuar. Unë nuk kam pranuar. Shiko, gjykatat mund të marrin, kanë absurditet të tyre. Por është një lloj si të vesh një grup gazetarë shkosh protestosh për atyre. Ato kanë një pavarësi. Dhe ajo pavarësi nuk është merit e pushteteve tjera, shkoj t'i sulmoj. Kjo është, përndryshe ti s'do kesh gjykat. Përndryshe s'do kesh media. Nuk jam në këtë linjë. Unë jam të respektohet, pavarësisht se çfarë bëj. E para, e dyta, Edi Rama i dëmton shumë ata, se është një personalitet i damkosur tani. E keni marrë vesh, domethënë, i damkosur kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht, dhe ta shohin atë gjykatësit
se ky po u del zot absolutisht i rëndon. Të dalë Taulant Balla, i cili i ka rekordet e zeza në të gjitha kancelarit, dhe të flasë për luftarët e lirisë, i dëmton. Po, normale, luftëtarët e UÇK-s dhe qytetarët e tjerë mu janë të lirë të organizojnë çfarë të mendojnë. Po ama, Edi Rama ka fakturë se është një armik i egër i Kosovës. Ju kujtohet ju projekti për ndarjen e kufive? Ky ka qenë promotor kryesor. Ju kujtohet Ballkani i hapur kur Kosovën e futën në hartën e Serbisë? Ky ka qenë autori kryesor. Ju kujtohet sanksionet që i vuri Albin Kurtit? Ky ka qenë. Ju kujtohet fluturimi i tij? Mlodhi baton të Kosovës për të rrëzuar qeverinë? Ky ka qenë, s'ka qenë tjetër. Ju kujtohet fjalimet e tij kundër kryeministit të Kosovës? Ky është s'është tjetër. Edhe këtë e ka kundër tij. Ne nuk jemi që ne të ndërhyjmë në punë të brendshme të Kosovës. Kategorikisht. Unë e thashë edhe aty në parlament. Preferenca ime është Azam LDK-ja. Po unë s'ndërhyj kur, as në fushat, as në ato. Kjo është normale, është një vend tjetër ai. S'jemi. Fatmir Mediu ka deklaruar se do të shkojnë si qytetari thjesht në protestë. Vendimi juaj i Partisë Demokratike krau të djathtë apo është vetëm një vendim politik i Partisë Demokratike? Ky është vendim politik i Partisë Demokratike. Kjo të jemi qartë. Por këtë protestë nuk e organizon. Kur deklaroj? Kur deklaroj? E detyruan. Kush zoti Berisha? E detyruan. Ju si qytetar nuk mund të merrni pjesë. E detyruan. Kush zoti Berisha? Nuk mund të merrni pjesë në këtë protestë. E detyruan. Edi Rama, kush tani, mos bëjmë se edhe ja u them, dhe pastaj rrini 3 ditë rresht i bëni jo, po ishte kështu, ishte ashtu, dhe kur del ashtu, pastaj nuk thoni që të paktën e tha. Po e thoni zoti. Jo, nuk e po. Jo, po, e gjykon publiku, po unë them edhe një herë, e detyruan, kjo të jeni të sigurt, kishte përgatitur fjalimin 1 orë, fiks 1 orë do fliste. E detyruan se është tani është në Bashkimi Evropian apo ata që e detyruan. Ne detyruam u tërheq, kishte përgatitur një fjalim të gjatë siç ka si tani ka kaluar në stilin e kubanëve, po u detyruam u tërheq. Megjithatë, me që jam këtë rast, duhet të shpreh një gjë. Mbështetjet time të plotë për udhëheqjen politike të Kosovës, ish udhëheqjen politike të Kosovës në Hag, për cilën deri tani nuk kam pa asnjë provë të vetme inkriminuese. Ka një diskutim aty. Ka qenë s'ka qenë, e vërteta është që ata ka qenë Tiranë, shumicë e kohës. Kanë ushtruar autoritetin, aq sa kanë patur mundësi ta ushtrojnë nga Tirana. Por, dhe këta nuk janë të parë. Kjo nuk janë të parë. Që ushtrojnë aktivitetin që udhëheqin nga një vend tjetër. Jo. Ka historia e revolucioneve dhe luftrave shqiptare, ka raste tjera. Ndaj dhe të marrish e të thuash ti se ndodhi kjo dhe është përgjegjësia jote kur s'ka asnjë lidhje me te, keq është që u vra. Mirë është të gjindë autori, po s'mund të akuzosh atë, nuk për mua në asnjë mënyrë. Po ka dhe diçka, ata e ngritën vetë gjykatën speciale, është pak a shumë e njëjta gjë siç bëri politika në Shqipëri me Spakun dhe tani e akuzon Spakun. Në këtë rast për shembull Albin Kurti ka kundërshtuar hapur gjykatën speciale. Ishte edhe përgjegjësi e tyre që sot janë në një farë mënyrë në ato kushte? Po, tani Ambrozia, problemi është ky. Është e vërtetë që Albin Kurti ka qenë në opozitë dhe e ka kundërshtuar. E ka votuar. Por të themi atë që është, pasi Dik Marti arriti, nuk po thëmë ta bil,
por ta sensibilizoj shumë komunitetin ndërkombëtar se leadershipi i UÇK-s ka urdhruar shkulje organesh serb, çka do thotë ta marrë shtetin, ta vendosë tovolinë të heqë organet, është forma më e egër e krimeve kundër njerëzimit. Atëherë asnjëri nuk mirëte përsi për të thoshte që të mos hetohet. Pse? Burimi ishte Vukçeviçi. Po Vukçeviçi ishte prokurori serb i Beogradit për krimet kundër luftës. Pra, sado që për mua ai ishte një ultranacionalist i verbër, po për komunitetin kombëtar ai ishte një pikë referencë. Ajo ishte një gjë e shumë e organizuar kundër Ju shqiptarëve. besoni ato akuza, zoti Berisha? I kam kundërshtuar atëherë, i kundërshtoj sot dhe kam bindje absolute që s'ka ndodhur, po e ka hedhur vetë poshtë gjykata. Gjykata ka hedhur poshtë variantit e transplantit të organeve. Edi Rama, qeveria shqiptare, në vend se që të merrte një fushat fuqishme diplomatike për amendimin e rezolutës që përmendte marrjen e organeve për transplant në territorin e Shqipërisë, filloi shkoj aty, po shan Këshillin e Europës, sa atje ata ja anulluan darkën. Kjo është e gjithë. Kjo është. Prandaj dhe i përshëndes të gjithë luftëtarët të UÇK-s, përshëndes ish udhëheqjen politike të Kosovës që sot ndodhet në Hagë, dhe ata të cilët kauzën e tyre e konsiderojnë një kauzë të drejtë, dhe kjo është qëndrimi ynë.